Banor, vëllai i madh, ju fton të argumentoni me sinqeritet për finalistët, pa e përfshirë veten tuaj. Egli për luftën që ka bërë me veten e saj. Rozona s'ke sinqert. Kritikoj deri tash Eglin si vajzë, tani Elvison për forcë. Vallai, forcën e tregova unë që kisha një situatë të tmerrshme para syve, edhe vazhdova të janë në lojë. Egli, ka pas dinamik tronc të mëna. Do thoya Egli. Zhgënjim total, zhgënjim. Rozona. Finalisti i dytë fatkeqësisht je ti. Rozi ka pas jashtëzakonisht sulme. Ka bërë pjesën antagoniste të situatave në shtëpi. Greta është e para që kryeson banore të pashpirë. Ka zgjedhur të bëjë një lojë të guximshme me emrin që posedon. Çajo loja vetë loja ka rrit deri këtu, më hin treshe, me mor vëmendje, do të bëj kuft. Finalisti i tretë, mendoj Gjesti, ka dhënë goxha dinamik lojës. Ka bërë një lojë goxha unike. Është i dyti Big Brother që po kalon. Sado ka bërë një lojë origjinale. Gjithkohës më ka treguar që ka mendje në lojë. Than atë që duhej thënë, jo atë që donin thanin. Një lojtar që ka gjysmë vit si ditë izolimi, në presionin e një eksperimenti social. Për gjithë lojën në limit që ka sjellë ti brenda. Te finalisti ka jam midis dy emrave, midis Aldos dhe Gertës, mendoj se është Gerta. Jam midis Gertës dhe Danjës për të fundit, po manon goxha më shumë nga Gerta. Gerta. Di të them që nuk është lart kur. Mendoj që nuk është e thjeshtë marrësh përsipër qenurit personazhe negativ, sidomos përpara një Shqipërie të tërë. Gerta nuk është lojtare në fund. Gerta është stadium te tribuna VIP. E ka vendosur veten atje. Nuk është në lojë. Kam një dyshim midis Aldos dhe Jozit për që një nga finalistët. Duhem që të dy ti mbaj. Gjithmonë do të gjej një rrugë të mesme dhe nuk e shoh as pak me vend këtë gjë që bën. I katërti është Laerti për mua. Laerti. Gjesti e thot emrin e Laertit për të shkuar në finale, ndërkohë që Laertit gjithkohës i thot që ti shumë shpejt do dalësh, ti nuk meriton as finalen, ti nuk do shkosh as në finale. Hajde merre vesh ti tani se çfarë njerëzish janë këto. Çfarë thon sot se thon nesër. Për inteligjencën, kulturën që ka sjellë në shtëpi. Ka treguar maturi, nuk e kam parë asnjëherë ta bëj veten pis. Me thënë drejtën më shumë e meriton me shku Lori se sa Laerti në finale. Dhe në fund fare do thoja Jozin. Thuaj finalistë askën që ikën edhe vjen edhe shef ç'a ndodh jashtë. Vjen këtu për të bërë më mirë. Njerëzit që komentojnë gjatë gjithë kohës hyrjen dhe daljen kanë një kompleks inferioritetit. Po çfarë Jozi ka denigruar, s'ka lënë gjë pa thënë, ti tregon mua Jozi, pse Jozi se A do më lësh ta shpjegoj? Detin Crown. Do më lësh mua Jozin e shpjegove. Jam fiks që thot Gjesti, jam fiks fytyrë. Ti lojtar me fytyrë. Ti me ty nuk shkohet as po. As Loredona për Jozin s'mendon që shkon finale, as Jozi për Loredona. E ti çfarë të me Gerta ke dëshuar dhe menim. Dy më egoistët në këtë lojë dhe dy më personat me smir dhe me maturi. Pas ka qenë me fakt Jozi dhe Lori. Këshkem dy vetëm. Nuk kam shkëndë. Këshkem dy vetëm. Sot se prisa për ide e fare. Ja, thjesht ugjër edhe hiena.